tani jeni duke shijuar episodën e radhës të në Zoom. Jemi taku vitin e kaluar me Suzanën, por këtë herë po du me e prezentu para jush një Suzanë që më ka thonë edhe në intervistën e kalume që është duke punu për projekte të reja, po thoja, okej, 1 ose 2, për që del Suzana dhe i bën 14 projekte për një vetë, unë këtë nuk e kisha mendu, edhe do e shijon ekskluzivitetin në një bised me qenë se është aktualisht në Kosovë, edhe në Zoom e ka rëmby për disa minuta ku përveç planeve për tavën ka folë edhe për disa detaje, kështu që thojnë që më na u bashkangjit. Po, siç kam thonë edhe herë vitin e kaluar kur pata ndjen të jem prezente në emisionin tanë, unë kam punuar shumë rreth projekte muzikore. Edhe prapë kam marrë për 3 projekte të radhës që i kam ende hala po të funduara. Okej. Apo ecim pak edhe po e shohim kështu edhe kohën e mirë, nuk e diu atje çush e keni jashtë, po na këto kohën e kemi së bashku. Vetë drejtë na kemi jashtë kohën shumë mirë, po nuk e kemi këtë knatësi dhe këtë harmoni që unë e shijoj këtu në shesh me këta njerëz shumë të qeshur, edhe kështu që jam shumë e lumtur që ndihem sonte këtu me ty. Na flet pak për projektet, na zbulo kur do t'jenë, kur do të publikohen, edhe çka ka me pas rësi prej teje, diçka që s'e ke thënë në intervista tjera. Po, nuk e kam thënë, është shumë e vërtet, kam pas qef disa detaje një majt pak sekret. Pse, a mendon a beson të syri? Mos ta mi kaq, po të syri që... Jo, nuk besoj, me thonë drejtën, po jam pak tip misterios, nuk kam qef një hap kështu për herë të parë gjitha idetë e mia që unë i kam. Do m'ja lën kohës. Do m'ja lën kohës, kështu që sa herë kam mundësi dalë emision do të ketë gjithmonë risi të reja nga une. A do të ndrohet zhanri, a kemi me të thonë ajer sezonën tu reformat, para me të Jo. Stili nuk e ndroj, dhe më thonë, unë jam zhamërtimin. I qëndroj besnike, me thonë drejtën, në zhamën e folklorit, aty më flenë shpirti, e këndoj me shumë pasion. Po, tashtë edhe për rinin, paka shumë, po libër të pak diçka dhe ma moderne, aty e kam qënë vetin pak të arabikat, se kam qënë qyshe vogël i kam pas marak këtë pjesën arabika, edhe kam realizu disa projekte me këngë arabika. A jo më prit mirë, ndoshta ke mujt me vrejt audienca jote, cilën Suzan po e do më shumë. Me thonë drejtën, Albin, une prej 1 marsit e kam hapa dhe kanalin tim zyrtar në YouTube. Për hajnoj. Faleminderit. Edhe nuk e kam prit atë shikueshmëri, dhe më thonë që si e kam hapa kanalin, i kam lancu disa projekte të reja që janë konë atë shumë shikueshme. Dhe më thonë, jam befasur shumë pozitivisht. Në fundit nuk ta kam zbulu këtë sekret, unë tekstet e mia i shkruaj vetë. Okej. Edhe e kam ndjerë vetin, dhe më thonë, kam pas edhe tekstet që kam marrë të shkruar nga tekst shkruesit, po... Cila më e mirë se tjetra tash? A kjo ku, dhe më thonë, krejt emocionet i shprej aty, a kjo ku... Unë tekstin që shkruaj vetë, dhe më thonë, momentin që unë atë tekst filloj ta shkruaj, unë hinat botën edhe e krij një film. Dhe më thonë, në mendimet mia. Edhe momentin që vjen ai tekst më këndu, se më incizu në studio, unë e këndoj me shumë pasion, dhe më thonë se janë fjallët e mia që i kam shkruar vetë. Po, është ndryshe me një tekst që e merë nga një tekst shus tjetër, dhe më thonë tekstet janë gjithat bukra, por tekstet e mia unë i ndjej ma shumë kur ti këndoj. Qëre kur se lavdron betën, pojnë të ka të shpia. Po mami me lavdron betën. Apë na tregojmë pak edhe ndidhe me bashkëpunimet që ke. Sa është për shembull e rëndësishme të kesh njerëz që ti ja u beson punën, po dhe ata ta besojnë që ti pak a shumë e qenë imazhi i tyre. Këtë do të pak edhe mi heq syzet, edhe mi bë disa falënderime që nuk kemi çare për ata që çdo ditë lume nuk përtojnë pikë të mëngjesit mu çu, edhe më na bo gati që na të jemi sa më pedante, do thoya unë si ka shtëpia për ekran. Shumë e vërtet. Fillimisht kisha dashur të falenderohem, unë i kam 2 grimere dhe 2 styliste shumë të forta që jam shumë e kënaqur aty. Dhe më thonë unë kur të hyj aty, përveç se mund m'ia tregu titullin e këngës edhe asnjë gjë tjetër dhe ato din veç ka bajnë, dhe më thonë dukjen time. Është Studio Lona, që e përshëndes shumë, që po kujdes edhe sot për dukjen time në Fush Kosovë. Po është edhe Studio Armela Reshania në Suharek, edhe apo kujdeset për dukjen time, për këto 2 javë unë i kam
Mjafton me ja tregu po thua titullin e këngës. Titullin e këngës. Do me thonë, mendon që je e përshtatshme me punu, apo si? Je lehtë, nuk Jam kërkon shumë e diçka të lehtë, egzageruar. si jam person kompleks, jam shumë e sinqert, do të thonë kam kuptuar stilin me herën e parë që kam hi aty çka unë pëlqej. Edhe ja kam me një fjalë ja kam lënë dorë tyne, ja kam besu punën edhe çdo herë dal më e befasuar se herën e parë se herën e dytë janë shumë e këndshme. Për momentin janë projekte që i bëj me videoklip gjatë rrugtimit rrugës. Tu pa të bo. E lam tu pa. 2025 me mbrëmje muzikore me dasma. Po. Zbëljani pak, mësë më bëgoce mirë. Më tregu se sa paguesh në dasma. Wow. Që Albina. Une me të drejtë, në momentin që e shoh mikrofonin, ose që ndihem e nderuar të kem mundësinë të marr pjesë në një aheng familjar dhe që ma besojnë punën, nuk e mendoj pjesën e paras, më thonë. A sa ka rëndësi për ty bakshishi? Sa të motivon? Absolut, nuk ka rëndësi bakshishi. Du më ta tregu një rast, nëse ka mundësi. Unë është ta spengon, unë po i vendose. Ska problem. Kam qenë me një aheng familjar, ka qenë një syn e ti, edhe baba i djalit, më thonë, aq i lumtur, aq i gëzuar, e kuptej shumë mirë, pak edhe qifli, më thonë edhe kjo pjesa, kanë dykun dashta pak të aj, edhe e pash se po qetë bakshish pa mas. Une, dhe më thonë... Të shifrës? Të flasni pa shifra! Mas. Ka qenë, dhe më thonë, një bakshish, që e ka të kalu çmimin që unë isha aty. Okej. E çmimi që ti isha? Dhe më të tregu pa tjetëra. A e kalon në 4 shifror, 3 shifror, 3 shifror, a i thënë. Dëgjoj, çmimi, tash në varet, a jemi në Kosovë, a jemi për shembull në vendet fqinj, se lumë pak edhe kjo pjesa, se nëse jemi për shembull Maqedonina, duhet ose dikunin natë me fjeta, për asysh është pak problem udhëtimi. Po, nuk e kam unë çmimin shumë të lartë, për mua është më rëndësi me këndu, jo çmimi. Për këtë arsye kam realizuar 14 projekte mbrana vitit, që nuk jam të ngopë me këto projekte, jam të shiju në maksimum. Po, sillet një çmim rreth 1500-2000, dhe më thënë çdo një ditë bashkë këtu me shifra. Yes! Kjo është lajm për media. Unë atë bakshish e mora, edhe ja ktheva bashkëshortës të pronarit. Seriozisht. Aja filloj me qatë shumë, dhe më thonë se nuk e priti këta prej me, edhe më bani tha, a ka mundësi ta me ditë arsion, se tha pe ban këtë gjestë. Tash në dëgjë, jam vetë non familjare, jam non e 4 fëmijëve, aja ndoshta ka prit këtë ditë hasret, me realizu këtë ëndër për shkakun si në tis djalit. Tash për mua është ideja që ti kur quhesh më mëngjes, të nesërmën ta shijosh në bashkëshortin tanë, atë ditën e djeshit si keni kalu, e jo të më qosh e mërzitur, se kanë qenë bukur do parat më dhaja, tash të para merri mos ja jep tash bashkëshortës, po tash të kja djalit dikun bank, tash mos ta dija i hiç, domethënë, kështu që po, patjetër, me zor të dha ton. Seriozisht, po. Ka ndonë ndonjëherë që ke qenë prag të ndonjë dueti, po për X arsye nuk e ke bëu. Ose çka mendon ndoshta Suzana për këto duete që bëhen mashkull femër, por njëri shumë i famshëm, tjetri deri diku. Me thënë drejtën, tash unë po foli personalisht, mendimin tim personal po e shprehi. Unë jam shumë pro duetëv, dhe më thonë absolutisht, po si fillimisht e kam përzgjedh këtë pjesën e rrugtimit tim në muzikë, ta eci vetëm vetë, se nuk du kërkujna ti mbes borgjë, që të më thotë do një ditë, është unë e të bëna të famshme, kështu që e kam, dhe më thonë ashtë një kafe ti mu ma qetë, une pa ta këthy me një farë mënyrën, dhe më thonë nuk më zezë gjumi. E lema më thonë ra shumë në të bëna të famshme, kur e di... A ka të në kësi rasta? Ka. A e ballafaqon ndonjëherë që është dashur me lëviz prej vendet se si jeni rahat që është diskutuar në tavolinë eksteme? Po, ka, fatkeqësisht ka, dhe mu kjo pjesë pak brengos me thënë drejtën, se sicili e kemi riskin tonë, kërkush nuk kemi riskin e askujt, dhe më thënë, jemi njerëz të gjithë, kemi fillu gjithë dikur, kemi qenë dikur gjithë fillestar, sikur ata që e kanë sot për shembull titullin e madh, po gjithë do të më shku nga ajoja, unë mendoj kështu, për herë mendoj njëherë ku ke qenë edhe ti një ditë, domethënë. Nëse më afron një ndihmë, afro ma me zemër e me shpirt, pa interes, edhe pa ma përmend të jetën. E që fatkeqësisht ditë sotit. Po, kjo ndodh. Kam pasur edhe shumë raste për shembull që
ndoshta kanë kërku bashkëpunim me mu, duke I parë ndoshta edhe videoklipet e mia dhe tekstet e mia që I kam shkruar vetë. Edhe kanë kërku bashkëpunimin me mu, po edhe kanë kërku lek. Me një fjalë që e kem që çmim, po apo vjen me bë që të bashkëpunim me ne. Domethënë, këtu se kam kuptuar në kërkon atë teorinë, edhe po të tjerë edhe po të ky pare ty. Apo ke qasje të shkosh në vendet ku jo krejt shkojnë, sepse kemi një shesh, ai sheshi është I njëjtë si për 5-10 gazetarë. Po ta gjesh një kënd që nuk ka shku askush është interesant. Është shumë Apo interesant. janë të pranishëm kështu ose të hapur për bashkëpunime të tilla kur kërkon ndonjë leje ose Me të drejtën deri më sot nuk më ka ndodhur asnjë dështim. Jo, absolutisht jo. Edhe tash duke marrë parasysh na artista sidomos gjithmonë shikojmë kolegë tanë. Unë nuk kam qef me të drejtën nëse e marr një ide për të mirë absolutisht që mirë se vjen, por nuk jam person që kopjoj. Domethënë, kam qef me qenë unike vetvetja. Edhe I përzgjedh disa vende që në për klipe nuk ose janë pak me ditë të ndokosh, domethënë, janë çdo vend që unë kam përzgjedh kanë qenë në vende që ndoshta vetëm kam qenë aty. Po, edhe do të jetë kështu pra, po do t'i nesër me një vend që hala nuk e ka pa kërkush atë vend në ndonjë videoklip. Kur ka mo publiku videoklipe? Kur? Mos ma zbulja titullin. Pa tjetër, videoklipi kam domethënë janë 4 klipe realisht që s'kan dalë hala. Edhe deri para korrikit kanë me dalë gjitha. Të gjitha deri para korrikut. Okej. Apo ki llogarimi punu gjitha ato projekte? Po. Më fal bre Suzan, pas po moj bre. Nuk po moj. Qa, unë kam pas ëndër qysh e vogël këtë pjesën e muzikës ta kom cek edhe herën e fundit. Edhe e kam, domethënë, hala nuk ja besoj vetës që realisht nuk kam realizu këtë ëndër, po hala më duket prapë si ëndër. Ke parasysh? Tu mos u besu. Edhe tash po foli drejt, kam punuar bukur do vite jashtë, që ta kam një bazament, domethënë edhe që të dashni Zoti, po ka dash Zoti që financon vetë. Edhe kështu që përderi sot mirë është, ja kom dalë pa problem. Inshallah veç kime pas lajme të mira gjithmonë dhe na me pas arsye dhe motiv për me të pirë. Shumë faleminderit. Nëse vjen prape, nuk e rrit mendjen. Oh, kjo që jam ka ndryshuar fama ty. Jo, absolutisht. Seriozisht jo. Po ta them me shumë sinqeritetin që e kam. Më ka ndodhur disa raste, për shembull që edhe kem pas disa batuta edhe te Studio Leona, ku më thon, aha, hajde Suzi tash ti mbas disa vite nuk na njeh. Se qel telefon. Kundërtën, Suzi ka me qenë kjo që ka qenë si vjetë që ka qenë vjetë me këngën e parë që ka dalë, po që do t'jetë prapë njëjta dhe pas 10 vitër. Dhe më thonë, unë jam kjo që jam gjithmonë e vërteta e sinqert edhe nuk do të ndryshoj kur, do të vi me shumë kënaqësi prapë në emisionin tuaj. Apo na jep një urem se na para një 2 jave kemi pas 8 vjetore në emisione. Wow! 8, do me thonë. Wow! Edhe na me këtë pjesë vetë financimet, kështu që po ta kuptoj shumë për shumë mirë. Atëherë vin atje pas ke pas 8 vjetorin, po tash unë sikur të njohë vjet, njohë edhe sot prapë njëjta qenke. Kjo është një përgëzim për ty personal, urime, suksese. Shumë faleminderit. Programit tanë I uroj shumë suksesi, je me të vërtet shumë e shikueshme, je një person që e frymëzon personin, e frymëzon për shembull Mysafirin, ndihem shumë komod me ty kur t'jam këtu, edhe kjo është më e rëndësishmja, domethënë është bisedë rrjedhshme, nuk është bisedë përgatitme. Që duhesh me uruj, që na nuk kemi kur gjo, as Suzi nuk është përgatit, as nuk kena fol para prakesh, veç që kom thanë orën edhe vendin. Po, edhe... Kom marrë minuta, se jam shumë saktë në termine. Edhe sinqerisht tash edhe unë pa modesti për të emisione dhe vizioni I në Zoom ka qenë këtë që të shkohet për teja saj që duket e jo t'jemi barbikukullat e ekranit, jemi dojtë kështu ndoshta dhe flokt, jo vate, jo pjesa e veshjeve, jo këto, po thjesht jemi originale edhe që njeriu mendoj duhet ta vlerësoj atë që thuhet e jo gjithmonë me patjetër atë që duket. Me të thënë drejtën unë edhe po të më shtysh ti, me qenë se nuk e ki stilin as nuk e ki karakterin për si gazetare, po unë nuk me datë për vetës. Unë përgjithë e mija dhe të vinë... Jo, ka shumë gazetarë që ndoshta për ta marrë klikimin çka s'shtin me bo, se thojnë tani I mbetet artisti ta vlerësoj a do ajo. Atëherë pa mu. Se po fluturon fustane. Unë kush të më fton, unë du me qenë, du me thonë, du m'ja tregu publikut një Suzan reale, një Suzan sinqert, një Suzan që
nuk flet për shembull gjëra që nuk jetën reale nuk janë vërteta, absolutisht jo. Nëse edhe gënjeshtra harrohet, kështu të tatuash një intervistë tjetër të kemë harruar. Unë po prapërisht ja, shumë e vërtetë kjo. Po, e këtu jam kështu një tamas në shtëpi teme me ty, jam shumë komode. Suzani, ishim në intervistë dhe na nuk guxu me i marr ato kafet me veti, kështu që apo i lajm shikuesit edhe me disa pamje. Po, patjetër. Edhe shkojmë të pina një kafe. Edhe flasim për diçka jashtë kamerës. Dhe që veç pak. Të bëja i gara. Sa herë, du me ta thonë edhe këtë punën e kafës. Sa herë, du me thonë, unë jam me një hyrje këtu në Prishtinë ku jetoj. Edhe shkova mi bleti sa pajisje për në kuzhinë. Tash ata më propozon më një kafe kështu të maqinës se janë këtu. Tash lutem, këtë gjona të propozon, veç që Thomas ma propozon, tha pse? Tash po unë veç për makiatët e Kosovës, tash hipin në plan e VIP, se na tash atje vdesin për makiatët s'kemi. Tash nuk qes kafet automatit, tash ku me pi makiatën tamat Kosovës, kështu që do ta pi me shumë kënaqësi me ty atë kafe sot.